Kryetaria e Hamas Armela Krasniqi ka zhvilluar një vizitë dyditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë vizitës në Washington, në të cilën shoqërohej nga sekretarja e përgjithshme e Hamas, Romelda Rapollari, Krasniqi është pritur në Departamentin e Shtetit nga zyrtari për çështjet për Shqipërinë, zyrtari për diplomacinë publike dhe çështjet e Evropës qendrore, si dhe zyrtari për iniciativat e politikave ndërkombëtare. Temat e diskutimit në këtë takim kanë qenë transparenca e pronësisë së medias, transpozimi në legjislacionin shqiptar i akteve të rëndësishme europiane dhe iniciative të tjera ligjore që synojnë rregullimin e mëtejshëm të tregut mediatik. Kryetaria Krasniqi u ka bërë me dije iniciativat e deritanishme të Hamas që synojnë rregullimin e platformave të shpërndarjes së videove, si dhe sfidat që paraqet ky rregullim. Gjithashtu është diskutuar mbi fenomenet negative si dezinformimi dhe gjuha e urrëties në të gjitha format me të cilat ajo shfaqet, mbi integritetin e informacionit dhe çështje të tjera që lidhen me ambientin mediatik në Shqipëri. Krasniqi, duke falendëruar për ftesën, ka siguruar se liria e shprehjes është shumë e rëndësishme për institucionin që ajo drejton. Institucionit i cili tashmë nuk është vetëm një përfitues, por edhe kontribues i politikave lidhur me integritetin e informacionit, lidhur me lirinë e medias. Klubi Kombëtar i Medias është vendi i takimit për krijuesit e lajmeve dhe gazetarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Krijimi i tij daton në vitin 1908 dhe i gjatë gjithë historisë së tij ka shërbyer si një arenë rëndësishme nëpër të cilën kanë kaluar emra të rëndësishëm të medias, institucioneve të politikës amerikane dhe botërore për të ndarë pikpamjet e tyre mbi ngjarjet aktuale dhe median e publikun. Misioni i Klubit Kombëtar të Medias, si organizata kryesore profesionale në botë për gazetarë, është të shërbejë anëtarëve të tij përmes aktiviteteve të zhvillimit profesional që rrisin aftësinë e tyre, përmes shërbimeve që plotësojnë nevojat në ndryshim të profesionistëve të komunikimit, me aktivitete sociale, me ndikim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mbar botën. Kjo është vizita e dytë e Krasniqit në Departamentin Amerikan të Shtetit pas asaj të vitit 2022.